Korridori Adriatiko-Jonian nuk është thjesht një vijë ndërlidhëse në hartë. Ai është një arterie që prek drejt për drejt jetën dhe ekonominë e 10 qyteteve përgjatë Shqipërisë. Ndikimi i tij do të ndihet nga veriu në jug, në qytete me karakteristika dhe nevoja të ndryshme, por që tashmë bashkohen nga një boshti i përbashkët zhvillimi. Mendojeni korridorin Adriatiko-Jonian si shtylla kurrizore e zhvillimit të ndryshëm ekonomik të Shqipërisë. Një shtyllë kurrizore që shkon nga Vlora deri në Shkodër dhe që mundson lëvizjen e mallarëve dhe shërbimeve në më pak se 3 orë, që kjo do ishte arritje për Shqipërinë, nga Vlora deri në Shkodër, dhe të gjithë aktivitetin ekonomik gjatë kësaj shtylle kurrizore, ajo vetëm se e shumon edhe e shumëfishon. Në veri, Shkodra, si porta hyrëse nga Mali i Zi përmes pikës së Murrishanit, do të shndërrohet në një nyje të fuqishme të turizmit ndërkufitar dhe kulturor. Lidhja më e shpejtë me jugun e vendit e vendos Shkodrën në itineraret ballkanike dhe e bën më të aksesueshme për turistët që vijnë nga Kosova, Mali i Zi apo edhe më larg. Më pas, Lezhë përfiton si një pikë kyçe tranziti që lidh korridorin me destinacionet bregdetare si Shëngjini, si dhe zonat e mbrojtura si Kune Vajin. Një qasje më e mirë rrugore e kthen Lezhën në epiqendër të zhvillimit agroturizmit dhe të trashëgimisë historike, ku historia e Skënderbeut ndërthuret natyrshëm me mikpritjen e zonës. Korridori Adriatiko-Jonian ka një potencial të jashtëzakonshëm për të transformuar turizmin në zonën e veriut të Shqipërisë, në veçanti në Shëngjin dhe Velipoj, 2 destinacionet bregdetare me bukuri natyrore dhe biodiversitet të lartë, por që prej vitesh vuajnë nga qasja e kufizuar infrastrukturore.